Në një botë ku gjithçka është përqendruar online, informacionet të dhëna tona janë më të ekspozuara se kur. Por sa e njohim rrezikun nga vjedhja e identitetit, do ta kuptojmë përmes kësaj epizode. Se si dikush mund të bëhet si ti online, është Gonxha ajo e cila do të na tregojë. Kriminalët kibernetik nuk kanë më nevojë për faqe komplekse në dark web. Shumë prej tyre tani veprojnë publikisht në aplikacionet si Telegram apo Discord. Ja se si duket një nga këto tregje. Një set i plot dokumentesh identifikimi duke përfshirë letërnjoftim, pasaport, të dhëna bankare e të tjerë. Pagesa është pothuajse gjithmonë në kriptovaluta, pa kthime parash, pa emra. Brenda sekondash blerësi ka gjithçka që i duhet për të hapur llogari bankare në emër të dikujt tjetër, për të marrë kredi ose për t'ju imituar në internet përmes kyçes në llogaritë e rrjeteve sociale. Pas blerjes së të dhënave të viktimës, kriminali kibernetik arrin të kyçet në llogarinë e Facebookut të viktimës. Blerësi të dhënave tani kontakton persona të afërm të viktimës për t'ju kërkuar para me urgjencë. Shumica e viktimave nuk janë kurrë në dijeni për vjedhjet e identitetit, derisa të njoftohen nga ndonjë palë tjetër, e pala tjetër mund të jenë edhe autoritetet shtetërore si gjykata apo policia. Mësimi është i qartë. Aktivizoni gjithmonë verifikimin me shumë faktor në llogaritë tuaja. Për çdo kërkesë urgjente për para apo informata konfidenciale, verifikoni identitetin e personit përmes telefonatës ose ndonjë kanali tjetër komunikimi. Mos u mbështetni vetëm në një mesazh. Qëndroni vigjilent sepse një çast dobësie mund t'ju kushtojë shumë më shumë se sa mendoni. Në vazhdim do t'ju sjellim një rast konkret se si ju duhet që t'i ruani të dhënat tuaja në mënyrë që të mos i shpërndani ato me të tjerët. Një operacion i gjerë ndërkombëtar mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës ka çuar në arrestimin e Liridon Masuricës, një 33 vjeçar nga Gjilani, i dyshuar për mashtrime të përmasave të mëdha dhe për menaxhimin e një targe kriminale online që ka operuar për vite me radhë. Operacioni i udhëhequr nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve Kibernetike e Policisë së Kosovës dhe Prokuroria Speciale përfshiu kontroll në 2 lokacione të ndryshme në Kosovë. Hetimet e vazhdueshme të këtyre institucioneve kanë zbuluar një rrjet të sofistikuar kibernetik që synonte përfitime të palegjshme përmes tregjeve online. Në fokus të këtij rrjeti ishte tregu kriminal online BlackDB.cc, një platformë ku sipas aktakuzës, Masurica ofronte përshitje kredenciale të vjedhura të llogarive bankare, të dhëna të kartelave të kreditit dhe informacione të tjera personale të mira qytetarëve amerikanë. Pas arrestimit, Prokuroria e Shtetit të Floridës në SBA publikoi një komunikat zyrtare. Në të, konfirmohet se Masurica akuzohet për një komplot për mashtrim me pajisje aksesi dhe për përdorimin e 15 ose më shumë pajisjeve të aksesit të pa autorizuar. Sipas autoriteteve amerikane, Masurica ka qenë i njohur online si BlackDB dhe ka drejtuar këtë aktivitet ilegal që nga viti 2018. Të dhënat e komprometuara u shiteshin kriminalëve kibernetik që i përdornin për mashtrime tatimore, vjedhje identiteti dhe keqpërdorim të kartelave të kreditit. Në hetimet janë përfshirë edhe Byroja Federale e Hetimeve, IRS, hetimet kriminale, në bashkëpunim të ngushtë edhe me zyrën e atasheut ligjor të FBI në Sofje të Bullgarisë. Një rol kyç ka luajtur edhe Prokuroria Speciale e Kosovës dhe Policia e Kosovës. Autoritetet e SBA-s kanë kërkuar ekstradimin e Masuricës drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës në bazë të traktatit të ekstradimit me Republikën e Kosovës. Nëse shpallet fajtor,
ai rrezikon një dënim maksimal deri në 55 vjet burg federal. Liridon Masurica është ekstraduar dhe aktualisht ndodhet në paraburgim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky rast shënon një tjetër sukses të bashkëpunimit ndërkombëtar kundër krimeve kibernetike dhe tregon vendosshmërinë e autoriteteve për të ndjekur dhe ndëshkuar autorët e mashtrimeve që prekin qytetar në mbar botën. A ju ka ndodhur ndonjëherë të merrni një email nga banka që kërkon të klikoni në një link, apo të hasni në Instagram një profil që duket fiks ju, por nuk është ju? Sot, identiteti nuk është vetëm emri dhe numri personal. Është çdo klik, foto dhe login. Dhe në vitin 2025, vjedhja e identitetit është bërë një sport për kriminalet kibernetik. Pra si na vidhet identiteti sot? Një metodë shumë e shpeshtë është përmes mesazheve mashtruese, siç është emaili apo SMS-i. Zakonisht na vjen një link që duket sigurisht nga banka apo nga ndonjë institucion tjetër i besuar për ne dhe na kërkon që të mbushim të dhënat tona personale. Në këtë rast, automatikisht të dhënat tona shkojnë tek mashtruesi dhe të dhënat tona na vidhen në sekonda. Gjithashtu, është shumë e rëndësishme që të mos përdorim fjalkalimin e njëjtin në të gjitha platformat. Në momentin që mashtruesi arrin të na vjedh një fjalkalim, do të hap dyert në të gjitha platformat tona, ku do ta ketë shumë të lehtë vjedhjen e të dhënave tona personale. Gjithashtu, ka aplikacione që na regjistrojnë çdo gjë që shtypim në tastier, natyrisht përfshirë dhe fjalkalimet. Prandaj, është shumë e rëndësishme që të verifikohet burimi i linkut para se të klikojmë në te. Një metodë e shpeshtë është edhe krijimi i profileve false, ku pastaj mashtrohet familja dhe miqt, duke shpërndarë dezinformata rreth teje, duke kërkuar para apo metoda tjera. Është edhe metoda deepfake, për të cilën kemi folur shumë gjerësisht në një epizod të kaluar të Cyberzone, por që për përmendim shkurt. Pra sot mund të krijohet imazhet, zërit të cilin nuk mund ta dallosh as vetë. Pra si të mbrohemi? Përdor fjalkalime të ndryshme dhe komplekse në secilin platformë. Kontrollo mirë dhe sakt burimin para se të klikosh në link. Aktivizo verifikimin me 2 hapa apo two-factor authentication, aty ku është e aplikueshme. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që të mos ndajmë informata personale online dhe publikisht kur nuk është fare nevojshme. Por çka nëse veç na ka ndodhur? Çka nëse na është gjetur identiteti? Raportojmë menjëherë. Kosovë duhet të raportojmë te njësia për krime kibernetike. Njofto bankën, njofto operatorin tënd telefonik, mbledh prova dhe patjetër njofto të gjitha kontaktet e tua që të mos bien prej mashtruesit. Identiteti yt nuk është vetëm emri dhe mbiemri. Është gjithë jeta jote digjitale. Dhe në këtë botë gjithnjë e më të lidhur, është më e lehtë të vidhet identiteti sot të kthehet. Në fund të ditës, vjedhja e identitetit nuk është vetëm një shok teknologjik, por është një kërcënim personal, emocional dhe financiar. Prandaj, sot është e rëndësishme të mbrosh identitetin, po aq sa është e rëndësishme ta mbyllësh derën e shtëpisë në Chelsea. Komisionerja e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, krenuare Sogojeva Dërmaku, ka dhënë një deklaratë se si ne duhet i ruajmë të dhënat tona. Atëherë faleminderit në një botë digjitale që ne veç kemi hyrë si shoqëni globale, normalisht që mbrojtja e të dhënave dhe është duke u bërë një prej të drejtave themelore dhe shumë të rëndësishme që po jetë pjesë të gjitha debateve në përmirësimin e jetës tonë apo edhe në ruajtjen e identitetit tonë. Një prej sfidave më të mëdha që kemi sot është pikërisht ky digitalizim i shpejtë dhe vjedhja e identitetit tonë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne si qytetarë ta dimë se si na vidhet identiteti i vetë, si bëhemi ne prej e dikujt që është keq përdorues në internet. Identiteti vjedhet kryesisht në rastet kur ne pa vedijen tonë hyjmë në platforma që ofrojnë shërbime të ndryshme dhe nuk i lexojmë politikat e privatësisë dhe nuk e shohim se kujt po ja ofrojmë dhënat tona, e kryesisht kjo bëhet në blerjet online që i bëjmë, duke ofruar edhe kredit kartelën apo edhe dhëna tjera të cilat mund të jenë qoftë numri personal apo edhe ndonjë dhënë tjetër e cila çon deri te identifikimi jonë. Prandaj qytetarët duhet të jenë të njoftuar dhe duhet ta dinë se çdo blerje online që e bëjnë apo edhe çdo veprim tjetër online që e bëjnë, të lexojnë mirë politikat e privatësisë dhe të dinë saktë se kujt po ja ofrojnë të dhënat. Në kohët e fundit edhe ne si agjenci kemi marrë shumë ankesa, por edhe kemi qenë vetë prej e marrjes së disa mesazheve që na vijnë kryesisht ose përmes telefonit apo edhe në email-at tonë, e që njihen si phishing mail,
E ato emaila, kur të klikosh në to, apo ato mesazhe që na vinë, ato kërkojnë vetëm të dhënat tona. Dhe me marrjen e këtyre të dhënave, ne i ofrojmë dikujt komplet identitetin tonë. Prandaj duhet të kemi kujdes që sa që na vinë emaila të tilla, sa që marrim mesazhe të tilla, ta lajmërojmë Agjencinë për Informime Privatësi dhe Policinë e Kosovës në rastet ku kemi dyshime të vjedhjes së identitetit. Ta kemi parasysh që vjedhja e identitetit nuk është thjesht një shkelje e drejtë për drejtë e privatësisë tonë. Ajo është krim, pra është vepër penale dhe e njëjta duhet të trajtohet edhe nga ana e Policisë së Kosovës dhe institucioneve tjera të drejtësisë. Privatësia është një drejtë që na e garanton ligji dhe ne duhet ta ruajmë atë duke i ditur se si, duke mësuar vetën në fakt, se si duhet të sillemi në internet. Çdo veprim i jonit tash në të ardhmen do të jetë veprim online, pas parasysh edhe inteligjencën artificiale dhe ndikimin që ka ky zhvillim i hapshëm teknologjik. Prandaj të mësojmë më shumë për privatësinë dhe atëherë dhe çdo herë kur kemi dyshime se po na shkilet privatësia, ta njoftojnë Agjencinë për Informime dhe Privatësi. Gonxhe, po flasim për vjedhjen e identitetit, por çfarë nën kuptojmë me këtë? Nëse në të kaluarën identiteti i dikujt është vjedhur pasi që ja kanë vjedhur letër njoftimin ose pasaportën, tani më nuk është kjo kohë. Tani, dikush tjetër mund ta vjedhë identitetin tënd edhe duke e pasur ti letër njoftimin tënd në xhep apo pasaportën tënde me vete. Si ndodh kjo është sepse tani të gjithë ne kemi një profil digjital. Të gjithë ne lëm gjuhën digjitale. E në këto gjuhën digjitale janë emri jon, mbiemri jon, adresa, numri i telefonit, emaili, e shumë detaje të tjera të cilët ne me vetdijen tonë të plotë i ekspozojmë në internet. Ndoshta në Facebook, momentin që te liston ditëlindjen, ka njerëz që e bëjnë edhe numrin e telefonit publik, në atë moment që e bëjnë ndoshta nuk e kuptojnë, por ata janë duke e dhënë një çelës të privatësisë vet personave të jashtëm. Në shtetet ku duhet të jemi në pajtueshmëri me GDPR, me Global Data Protection Regulation, edhe në Kosovë kemi ligjin për mbrojtjen e dhënave personale, i cili trajton të dhënat personale të qytetarëve të Kosovës, jemi të detyruar të mbrojmë privatësinë dhe të dhënat personale të qytetarëve tonë. Po GDPR gjithashtu na obligon që të mbrojmë edhe të qytetarëve të Bashkimit Evropian. Në këtë kohë, se si ndodh vjedhja e identitetit, është në vitin 2025, fillimisht prej rrjedhjeve të dhënave, ku të dhënat personale që i përmenda këtu, emri, mbiemri, numri telefonit, email adresa e të tjera rrjedhin diku, edhe pastaj ajo rrjedhje e të dhënave mund shfrytëzohet për shitje në marketet e zeza, mund të jetë në dark web, mund të jetë në Telegram, mund të jetë në Discord, edhe si e tillë në kombinim me episodin e kaluar trajtuam deepfakes, do të thënë me rritjen e deepfakes edhe pamundësinë për të verifikuar ato, ajo bëhet një vjedhja e identitetit, lehtësohet aq shumë për aktorët kibernetik, sa që qytetarët do të jenë shumë të rrezikuar. Andaj duhet shumë të kenë kujdes se çfarë të dhëna po ekspozojnë dhe ku po i ekspozojnë ato në çfarë mënyre. Gonxhe, po cilat janë këto metodat më të zakonshme që përdorin hakerët për të pasur qasje në të dhënat tona? Hakerët kanë dy lloje të mënyrave. Njëra ndër to është vetëm të kërkojnë se çfarë dhëna ti ke publikuar në internet. Metodat e tjera përfshin pastaj skenimet me QR code, NFC-t, Near Field Communication, që i kërkon për shembull mund të jetë një lloj mashtrimi që të thotë ty ta prekësh NFC-n me pajisjen tënde, me telefonin për t'u lidhur me Wi-Fi. Edhe ty mund të duket shumë e thjeshtë, edhe mund të duket shumë praktike, por në momentin që ti e skenon, atëherë të kopiohen të dhënat që i kiti në telefon. Një mënyrë tjetër është përmes mashtrimeve të inxhinierisë sociale, siç është phishing. Edhe shumë metoda të tjera, edhe duke shfrytzuar vektorë të tjerë të sulmit, siç janë deepfakes, po kjo faktikisht vjedhja e identitetit është krim kibernetik,
edhe aktorët kibernetik shfrytëzojnë mënyra nga më të ndryshme dhe nga më kreativet për të arritur tek qëllimi i tyre. Sepse tani të dhënat tona personale në botën digjitale janë valuta. Do me thënë, nëse në botën fizike blejme të holla, ato shfrytëzohen për shitje në dark web. Do me thënë, dikush përfiton nga ato. Gonxhe, po mund të marrim ndonjë shembull konkret në mënyrë që dhe audiencat kuptojmë shumë? Rastin më të freskët e kemi me Gjilanosin, 23 vjeçar, Liridon Masurica, i cili u ekstradua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ishte administrator i BlackDB.cc, do me thënë një treg i të dhënave personale dhe jo vetëm, aty janë shitur edhe kredenciale, janë shitur edhe dhënat kartelave, edhe çka është më rëndësishme, janë shitur të dhëna që janë personalisht të identifikueshme, që do të thotë se ato të dhëna e identifikojnë një person. Gonxhe, po si mund të bëjmë një krahasim nga një sulm i tillë, nga një aktivitet i zakonshëm që ne mund të bëjmë në internet? Problemi me vjedhjet e identitetit është se kuptohet vetëm pasi t'jetë shumë vonë. Jo automatikisht i merr një mesazh se ke pasur dhënat e tua, do të thënë ka rrjedhur diku edhe ty të është vjedhur identiteti. Zakonisht kuptohet pasi të vjen ndoshta një thirrje nga gjykata, ke ndoshta një kredi të papaguar në bankë, apo pasi personi, pasi viktima është dëmtuar. Gjithmonë duhet pasur parasysh se nëse vren se ke një mesazh në telefon me një login information, do me thonë informacion për kyçje në platformat e tua nga një shtet i largët ose me një lokacion që nuk është lokacioni ku ti je tani prezent, duhet keni parasysh se ndoshta kjo është një vjedhje të dhënave. Po ashtu, një vektor i sulmit që shfrytëzohet për vjedhjet e identitetit është edhe shkëmbimi i SIM kartelave. Vitin e kaluar në Kosovë janë arrestuar, do të thënë persona cilët e kanë bërë këtë aktivitet, edhe në momentin që personi tjetër e ka mundësinë që numrin tënd të telefonit ta kopjoj në kartelën e vet në telefonin e tij, ai mund të bëj të resetoj fjalëkalimin tënd në gjitha platformat, ndoshta mund të kyçet edhe në bankën ku ti je përmes informacioneve që ka për ty, mundet edhe të bëj blerje online, apo çdo lloj aktiviteti që ty të kërkon konfirmim përmes SMS-it, do t'i shkoj atij në telefon. Do të thënë kur bëhet ky shkëmbimi i SIM kartelës edhe kopjohet kartela në telefonin e aktorit kibernetik, ai ka qasje në mesazhet e tua, në telefonatat e tua, edhe si mund ta vrejë një person këtë, është nëse për një kohë caktuar nuk ka valë në telefon. Nuk do të thotë që ka probleme me operatorin, por mund të jetë edhe ndonjë kopjem i SIM kartelës në pajisjen e personit që ka për target që të bëj vjedhjet e identitetit të atij personi. Po çfarë nëse dyshojmë se kemi rënë viktimë e një sulmi të tillë? Çfarë duhet të bëjmë? Cili është hapi i parë që duhet të ndërmarrim? Padyshim se kemi dy institucione kyçe ku duhet të drejtohemi. Institucioni i parë është Policia e Kosovës, ndërsa institucioni tjetër është Agjencioni për Informim dhe Privatësi. Dua të theksoj se në kuadër të Send Cyber Research Center, në bashkëpunim me ambasadën amerikane në Prishtinë, kemi pasur një projekt të përbashkët për të krijuar një platformë e cila zbulon të dhënat e entiteteve relevante në Kosovë nëse kanë rrjedhur diku. Edhe më pastaj, Agjencioni për Informim dhe Privatësi i trajton ato raste, i bën hulumtimin fillimisht, investigon rastin, edhe drejtohet tek entitetet procesuese të atyre të dhënave. Pasi të verifikohet se me të vërtet ka qenë një vjedhje identiteti apo një keqpërdorim nga ato entitete, atëherë rasti procesohet në gjykatën themelore si kundërvajtje. E çfarë duhet të bëjmë ne që t'i mbrojmë, t'i ruajmë këto të dhëna? Fillimisht, nuk duhet të përdoret fjalëkalimi i njëjtë në të gjitha platformat. Do me thënë nëse ti kyçesh me një fjalëkalim në Instagram, nuk duhet kyçesh me të njëjtin edhe në email, edhe në Facebook, edhe në TikTok. Arsyeja pse ndodh kjo është se nëse dikush e ka atë fjalëkalim, pse të kyçet në të gjitha platformat e tjera kollaj.
Tjetra është, duhet të aktivizohet autentikimi me shumë faktorë. 2FA, 2FA ose MFA, varësisht nga platforma. Të gjitha mediat sociale tani ofrojnë aktivizimin e kësaj karakteristike që ta mundëson ty që të kyqesh vetëm pasi ti ta verifikosh se ti je me të vërtet ai person që ti thua se je, ose përmes një kodi që e pranon në email, ose një kod që e pranon përmes SMS-it, ose përmes aplikacioneve që janë për autentikim. Një kod që e pranon ti atë që është one time password. Çfarë duhet bëjnë tjetër është gjithsesi të jenë vigilant, të kontrollojnë çfarë të dhëna kanë ndarë ata në rrjete sociale, të verifikojnë a është edhe numri i telefonit publik aty ku i kanë postuar. Duhet pasur parasysh se nëse një aktor kibernetik futet në platformën tënde të rrjeteve sociale edhe e sheh një urim për ditëlindjen tënde, do të thonë automatikisht e di se kur e ke ti ditëlindjen. Pastaj nëse poston për vjetorin tënd, automatikisht e di se kur e ke për vjetorin e martesës, ose ndonjë për vjetor tjetër që ka rëndësi të madhe për ty. Pastaj është shumë e shpesht që postohen edhe fëmijët me rastin e datëlindjes ose ndonjë rast tjetër të veçantë, edhe shumë shpesh ndodh që këto informata personat i bëjnë fjalkalime. Do të thënë pasvordi i tyre tjetë emrat e fëmijëve, tjetë për vjetorit, tjetë ditëlindja e personit tjetër ose ditëlindja e vet, edhe duhet pasur parasysh gjithmonë se nëse këto informata janë shumë të lehta për t'u gjetur, atëherë edhe kjo është pasvordi yt, kuptohet se shumë lehtë dikush mund ta hamendësoj kredencialet e tua. Do të thonë duhet pasur parasysh çfarë informata po ndajmë nga jeta jone e përditshme online. Pra duhet jemi shumë vigjilent. Gjithsesi. Po ashtu, shumë shpesh në aeroporte, në qendra tregtare, në pjesë të ndryshme të qytetit, kemi qasje në Wi-Fi që janë pa pagesë. Do të thënë në wireless që jipen falas nga kompani të ndryshme. Nëse jeni të lidhur me atë lloj interneti, duhet pasur parasysh që asnjëherë nuk duhet shkëmbyer informacione konfidenciale, personale apo të kryhen pagesa ose të kyçeni në ndonjë platformë, pasi që ato rrjete nuk janë të mbrojtura dhe mund të përgjohen nga gjithkush. Për të mbrojtur më mirë është mirë që të përdorin edhe një VPN që ofrohet nga një vendor, që ofrohet nga një prodhues i besueshëm. Pra Gonxhe, si përfundim, sa jemi të sigurt në platformat të cilat ne i përdorim? Siguria në këto platforma është shumë e zhvilluar se që ka qenë, është më e përmirësuar, por prapë se prapë nuk është e mjaftueshme në krahasim me taktikat cilët aktorët kibernetik i sofistikojnë dita ditës. Duhet pasur parasysh se edhe për video deepfake, video sintetike dhe audio sintetike që qarkullojnë në media sociale, pavarësisht se kanë inteligjencë artificiale këto media sociale për t'i zbuluar ato prapë qarkullojnë me ditë të tëra derisa të largohen komplet nga ato platforma. Me thënë kemi shumë mundësi që të përmirësohemi, mirë po jemi shumë larg nga ajo se çfarë kemi qenë më herët. Gjithsesi është edhe në dorën e individëve që të kenë kujdes me të dhënat e tyre. Mos ta postojnë letërnjoftimin, apo pasaportën, apo çdo lloj të dhënie tjetër personale në internet apo online. T'i ruajnë të dhënat e tyre sikurse të jenë paratë e tyre. Pra të jemi sa më të kujdesshëm. Sa më të kujdesshëm. Gonxhe, faleminderit shumë. Grazie.